Edhe për këtë vit, Bashkia e Tepelenës ka nënshkruar marrëveshjen për vijimin e projektit Shërbimi i Lëvizjes për të moshuarit në nevojë. Drejtoresha Arta Shaha bën të ditur se ky shërbim aktualisht po ofrohet pranë banesave për 50 të moshuar. Kemi marrë përsëri edhe këtë vit, vitin e 4, kemi marrë projektin Shërbimi i Lëvizjes për të moshuarit në nevojë. Ky shërbim u ofrohet rreth 50 të moshuarve të qytetit, por dhe njësive administrative të Tepelenës. Bashkarisht me ta, jo vetëm për nevojat që kanë ata, por organizojmë dhe aktivitete të ndryshme. Ne shpresojmë që t'u vim në ndihmë me aq sa që ofrojmë, por që ata të ndihen mirë me veten e tyre, por të mos ndihen të vetmuar në familje apo dhe në shoqëri. Kujdesi ndaj moshës së tretë mbetet një ndër prioritetet kryesore të Bashkisë Tepelen. Për këtë vit, mbështetja financiare e Fondit Social konsiston në 2 punonjës, kurse për sa i përket të moshuarve kemi rreth 50 të moshuar që ofrohet shërbimi, por numri i tyre normalisht në realizimin e aktiviteteve është më i madh. Qëllimi i këtyre shërbimeve është të sigurojë një jetë sa më të mirë për të moshuarit, duke ju mundësuar kujdesin e nevojshëm në rastet kur ata nuk janë në gjendje të kujdesen vetë për veten.